Qend e Ndacak bëjnë kërdi në Klos, 5 persona përfundojnë në spital. Një ngjarje shqetësuese është regjistruar në bashkinë e Klosit, ku 5 persona kanë përfunduar në spitalin e Klosit pasi janë kafshuar nga qen e Ndacak. Sipas burimeve spitalore, të lënduarit kanë marrë ndihmën e nevojshme mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Banorët shprehen se kjo nuk është hera e parë që përballen me raste të tilla, ndërsa sulmet nga qend e Ndacak janë kthyer në një problem serioz dhe të përsëritur për komunitetin. Sipas burimeve lokale, dyshohet se qend e Ndacak sillen nga bashkia Bulqizës dhe lëshojnë në territorin e bashkisë Klos, çka ka rritur ndjeshëm rrezikun për qytetarët. Situata konsiderohet veçanërisht alarmante për fëmijët e shkollave dhe për të moshuarit, të cilët janë më të ekspozuar ndaj sulmeve. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse, duke apeluar për zgjidhje të menjëhershme për menaxhimin e qenve Ndacak dhe garantimin e sigurisë së banorëve.